Testet kutane janë procedura diagnostike që përdoren për të identifikuar alergjitë ndaj substancave që merren me frymarrje. Alergologu Deniz Gorçi thotë se ekzistojnë në praktik 2 panele të testeve kutane, për të cilat ai vlerëson se janë shumë të shpejta dhe të lehta për pacientin. Kemi 2 panele, ky është paneli i testeve kutane ajrore, ndërsa ky tjetër është paneli i testeve kutane apo lëkurore ushqimore, dhe mbarë nga dyshimi se gjatë anamnezës, dyshimi që e kemi tek çfarë alergjie mund të jetë prekur pacienti, vendosim që ta bëjmë ose testin kutan ajror ose ata ushqimor. Këto testet kutane janë testet shpejta, janë teste jo invazive, janë teste që kryen për një kohë shumë të shkurtër, diku maksimumi 50 minuta, janë teste shumë pak të kushtueshme dhe ka një siguri 100%, sepse shohim me sy reagimin e trupit ton ndaj alergjenëve të caktuar dhe gjithashtu e vrem edhe nivelin e alergjisë që pacienti mund ta ketë ndaj alergjenit të caktuar. Alergologu Gorçi gjithashtu në emisionin Med Plus është shprehur se përveç testeve kutane për diagnostikimin e alergjive ka dhe teste alergjike me gjak, të cilat më së shumti përdoren të fëmijët, por nuk përjashtohen edhe të rriturit e disa kategorive. Kabinetin tonë bëjmë edhe testet alergjike me gjak, apo ashtu quajtura IgE specifike. Atë më shumë e përdorim tek fëmijët, tek moshat nën 3 vjeç, të cilët nuk qëndrojnë në pozitën e ulur në tavolinë për 50 minuta, dhe gjithashtu e përdorim edhe tek pacientët që kanë një lëkurë të ndihshme, që quhet si dermografi, domethënë që reagon më shumë se sa që duhet reagojë një lëkurë jo e ndihshme. Ajo është analizë që bëhet përmes gjakut, diku rezultati del pas 4-5 ore, është edhe ajo absolutisht e saktë sikurse testet kutane, vetë se e don kohën, merr kohë pak më gjatë se sa rezultati, domethënë në krahasim me testet kutane. Këto teste kanë një saktësi të madhe dhe janë të domosdoshme të bëhen nëse e kërkojnë profesionistët e fushës. Kujtojmë se alergjia është një luftë kundër substancave që sistemi imunitar i konsideron të huaja për veten e tyre, ndërsa llojet më të zakonshme të alergjive janë sporet nga këpurdha, pluhuri, poleni, alergjia në kafsh, pickimet nga insekti, astma e sëmundje të tjera alergjike. Alergjene mund të ketë sado, sepse nuk janë të kufizuar, prandaj testet kutane janë shumë mira sepse mund të ketë një numër të madh.